Tani si që morët vesh për para pak orësh, Egli ka vendosur të largohet nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 4, duke braktisur kështu garën pas diçka më shumë se 2 muajsh. Tani, aty thot për arsye shëndetësore. Dhe në fakt, e besoj, të gjitha kemi parë sa ngarkuar psikologjikisht ka qenë dhe se sa keq po i shkonte ky Big Brother Eglit, qoftë edhe për zgjedhjet e veta në atë shtëpi. Tani, unë kam vetëm një koment shkurtër për këtë. Egli me këtë veprim që ka bërë, duke braktisur garën për arsyet e veta, pra që ishin shëndetësore, ky është i vetmi moment në gjithë rrugëtimin e saj në Big Brother që Egli më në fund mendoi vetëm për veten e vet. Vetëm për veten e vet. Dhe jam i bindur që të gjithë mendoni këtë që Egli ka bërë gjën e dur vetëm në të mirë të shëndetit saj. Ky është komenti im i vetëm për Eglin. Ju uroj gjithë mirat dhe suksese tani e tutje. Ciao.